Shikues të dashur, tani do të takohemi me Jehona. Nga tradita ka edhe prej atyre familjeve të cilët dalin pak para orës 12 dhe presin vitin e ri në shesh, për shkak se do të ketë aktivitete dhe në fakt do të ketë fishek zjarre të gjitha këto të organizuara nga Komuna e Prishtinës, çka saktësisht mundet tjetër me e pas dhe qysh me u argëtu qytetarët, a do t'jenë shtëpiza të hapura apo jo, do t'na tregoj Jehona tash që ndodhet në shesh. Mirëmëngjes edhe një herë Jehon, qysh ka ndryshuar gjendja dhe çka janë informatat e tjera. Faleminderit Agnesa, pra tashmë jam këtu në sheshin Skënderbej, pra këtu tek shtëpizat të cilat verë ndime, pra të cilat veç se po funksionojnë çdo ditë që nga 28 nëntori prej kur edhe janë hapur, megjithatë sot I kemi ende mbyll, megjithëse zakonisht hapen në orën 10, sot po besoj që do të hapen më vonë, pra e kanë lënë që të hapen më vonë për shkak edhe të festës pra e cila pra do të mbahet edhe pas mesnatës, e sigurisht që pra orari do të jetë më I stërgjatur. Kështu që po besoj që do të hapen më vonë, po ashtu do të sigur që është ende ftoftë dhe është herët në mëngjes, shumica I bën përgatitjet për festën e fundvitit, kështu që këto shtëpiza pritet të hapen pra më vonë gjatë orëve më të vona për të shërbyer qytetarëve të cilët pra vendosin që të pinë ndonjë kafe apo ndonjë pije tjetër si para fillim të festës e pastaj për të vazhduar pra me festën. Përderisa siç e thekët edhe ju, disa festojnë në shtëpi, ka edhe plot të tjerë të cilët pra e presin këtu edhe në sheshin pra I cili pra sot do të mbahet në sheshin Skënderbej. Përderisa kjo është bërë sikur traditë të themi çdo vjet që të mbahet fest në shesh për të gjithë ata qytetarë që vendosin të presin këtë fest në shesh. Kështu që Komuna e Prishtinës ka vendosur që në këtë natë pra t'i argëtoj qytetarët me dren Abazin, I cili pra do të filloj festën apo këndimin në orën 00:40 minuta. Pra nuk ka ndonjë informacione se do të ketë edhe rreth orës, pra paraprakisht rreth orës 12 në ndrimin e motmotëve, nëse do të ketë apo jo ndonjë këngëtar apo ndonjë fest tjetër se kur do të këndoj ose jo. Këto informacione kërkova t'i marr edhe nga kryeshefi I Sport Marketing Dren, nga Bardh Krasniqi, I cili tha që shumë shpejt do të më informoj rreth të gjitha informacioneve, mirë po ende nuk I morëm, kështu që për momentin I kemi vetëm këto informacione. Përderisa nesër, pra që do të jetë ditë e njëjtë, do të jetë Xhavet Sadiku, Redon Berani, që pra janë të grupit Kurnjet. Pastaj të premten do të jetë Lumi B, e të shtunën do të jetë Ledri Vulja, pra këto janë këto janë edhe artistat e parashikuar për këto ditë të festave që do të jenë në Prishtinë. Përderisa nga vetë Zotri Krasniqi pra u konfirmua se po pritet pra që edhe vetë kryetari Përparim Rama të jetë pra së bashku në shesh me qytetarët. Ndryshe, përveç kryeqytetit, kemi pra edhe Gjakovën, e cila pra do të pritet të festoj pra që nga ora 19 e mbrëmjes pra të ketë fest në kryeqytet, në qytetin e Gjakovës, pra në sheshin e Gjakovës, e do të jetë pra me orkestrën frymore të Gjakovës, që do të jetë koncert special. Këto janë disa informacione që I kemi të ditura pra pak a shumë, po besoj që qytetet e tjera do të kenë edhe koncertet e tjera, por megjithatë këto janë. Megjithatë unë po vazhdoj të shoh nëse mund të marr ndonjë qytetar dhe të pyes se ku do ta kaloj vitin e ri, nëse do ta kaloj në shtëpi apo edhe në qytet, në çdo qytet që jeton apo nga është. Por po e shohim që ka pak qytetar, kështu që I kemi kogja larg ata, kështu që ndoshta me kaq mund ta përmbyllim edhe këtë linjë direkte sa I përket festës, megjithatë unë tani po e kërkoj edhe Donën të më ofrohet, pra kolegën time e cila ishte para pak minutash me juve me ndonjë lidhje, për shkak se do ta cekom që kjo është pra edhe lidhja direkte e fundit së bashku që do ta bëjmë me Donën. Themi e fundit, e para ndoshta, por edhe e fundit, pra si lidhje direkte për Donën, pasi që sot Dona se po e përmbyll pra edhe punën në KTV dhe duke vazhduar pastaj 2026 do ta gjej në Kosovë për një kohë të shkurtër, por pastaj do ta përmbyll
po shpresojmë në Amerikë, për ku e ka edhe rrugtimin e saj, kështu që me këtë linje direkte po e falenderojmë shumë Donën për gjithçka që ka jep në KTV, për gjithçka që ka bërë për neve si kolegë të saj, kështu që në emër të gjithëve të programit të mëngjesit dhe të kolegëve në KTV, po të falenderojmë edhe një herë këto drejt për drejt për të gjithë qytetarë në direkt pra në sy të gjithë qytetarëve, kështu që se unë kam shumë emocione, nuk e pita që kam e pas kaq shumë, megjithatë Dona faleminderit shumë për gjithçka. Nuk është lehtë më konë 5 vjetë pjesë e Kohavizionit, as pak nuk është lehtë për me lënë punën, po kjo është jeta. Rrugtimi është jemi do të thonë në Amerikë, po nuk do të thotë që nuk do të takohemi, pushimet do t'i kaloj këtu, pastaj edhe pse jo edhe ndaj bashkëpunim tjetër, po jo në përditshmëri. Pra shikuesit nuk mund të më ndjekin në përditshmëri, por nganjëherë. Se edhe unë po kam shumë emocione, sidomos java e fundit ka qenë për mua e mbushur plot me emocione, edhe kafe do me thonë që i kam pi me kolegët, ma kanë krijuar pjesën që okej, po vjen fundi diçkafit, po në zemër gjithmonë do t'i mbaj. I falenderoj gjithëve, falenderoj ty, ke qenë një kolege shumë e afërt e jemja, po ashtu edhe Ardiona, Besiana, Agnesa, gjithë edhe Raimonda, producentja edhe redaktorja, pra që prej saj kom mësu mjaft, e kom mësu profesionin në mënyrë profesionale, nuk duhet me harru edhe Brikendën, ku aja ka qenë edhe shkas pra që t'jem pjesë e kohës, po ashtu e falenderoj edhe Flakën. Kemi një drejtorisht të mrekullueshme. Bën shumë për punëtorin. Edhe ne mundohemi që një farë mënyrë t'ja kthejmë me punë. Faleminderit Dona shumë edhe një herë për të gjithë ato që ke bë për këtë vend, pra gjithashtu edhe për neve si kolegë, kështu që do të them, po shpresojmë që gjatë këtyre muajve që jeni pra këto në Kosovë ende pa shkuar në Amerikë, të vini sa më shpesh për kafe në mënyrë që t'i kujtojmë pra së bashku dhe ato që kemi kaluar së bashku, dhe të jeni edhe pjesë e jona ende pra. Patjetër, nuk harron momentet e mira, edhe çdo ditë kanë qenë momentet mira, pasi që para se me dalë në terren, pra e kemi pirë edhe kafën e mëngjesit, edhe shquhemi, do me thonë programi mëngjesit, por edhe kolegët e tjerë, pra që... edhe gëzimi, pra kamermari, po më do këto emocionu edhe kështu që... është shumë e vështirë, i kuptoj krejt kolegët, pra edhe që kur po më vinë edhe po folin, a Dona edhe sot i kja? S'po di as që mi thonë, po e kam edhe sot, adin, po emocionet janë ndryshe prej herave të tjera. Dikush e ndron, për shembull, punën ose pauzën, po jeta jam e ka një ndryshe ma ndryshe. Dhe më thonë, përveç punës, larg familjes, larg Kosovës, kjo e shtona shumë, edhe ma shumë pro emocionin, edhe normal që gjithmonë krejt do t'jeni në zemrën tamë. Pra besom që nuk e prita që po emocionona dhe kaq shumë edhe unë, por megjithatë edhe për regjisë pra janë duke të përcjellur, sigurisht që një falenderim e ki edhe nga ta veçanërisht. Faleminderit krejt punonjësit pra në KTV, me gjithë kom pas kontaktet mira, me gjithë kom pas bashkëpunime pra në çdo sektor, jo vetëm me gazetar, me kamerman, me shofer, me tregjis, me gjithçka do me thonë, kushdo që punon ose ka punu në Kohavizion, e kam një komunikim shumë të mirë, dhe kjo më bën mu akoma më të lumtur, pra përveç që 5 vjetë kom punu në Kohavizion, e kom kalu me gjithë secilin mënyrën më të mirë. Jo mundu që mi respektu gjithë, mi dasht si kolegë edhe me bashkëpunu mirë me gjithë. E di pra Dona është njëra nga ato kolegët që çdo herë ka pasur mirë me të gjithë, pra edhe në rastet ku ndoshta ka qenë situata me nervozizëm, themi se her pas here kemi edhe këto situata për shkak se jemi gjithmonë në presion të kohës, prandaj sigurisht që Dona çdo herë ka ruajtur qetësinë dhe kjo pra ka ndikuar që
Kjo ka ndikuar pra edhe që dona çdo herë ti qetësoj apo të kaloj këtë situatë me ndonjë qetësi. Kështu që Jehona dhe Don, faleminderit shumë. Faleminderit për edhe shikuesit, faleminderit i takon edhe intervistuesi historie që kanë bërë, mysafir tonë që nuk kanë përtu, kanë bashkëpunu me ne, kanë tregu shumë çka për fshatin e tyre, për talentin e tyre, sepse programi Mëngjesit për një mend është një thesor i gjithë televizioni, sepse kemi të bëjmë me emisione të ndryshme, storje ndryshme, si që janë sportive, kulturore, lajme, gjithçka pra është një mix i krejt televizionit. Edhe kjo më ka bo mu edhe më profesionale në aspektin e gazetaris, pra sepse jemi marrë pra me shumë probleme, si që janë për shembull storje të lajmeve, me bukurit e fshatrave, me artistë të rinj, me sportistë të rinj, edhe unë për vete kam kalu shumë mirë me gjithë. Edhe tona faleminderit me këto propja kthejmë linën edhe Agnesës, po besoj që edhe ka ndonjë fjalë. Shumë faleminderit edhe Donas dhe Jehonës në fakt në këtë lidhje direkte. Faleminderit Donas për krejt eksperiencën, për kolegialitetin cilin e ka tregu, për profesionalizmin e saj dhe për gjithë kohën që ka kalu bashkë me ne, qoftë në anën profesionale, qoftë edhe pastaj tutje edhe gjatë pjesës tjetës tonë personale. Shumë kënaqësi, Donas, i urojmë shumë suksese kudo që tjetë, qoftë në Kosovë, qoftë në Amerikë, apo edhe kudo tjetër. Ne kemi thënë veç një vizë dhe një bilet aeroplane në ndonë. Kështu që uroj që dhe ato do t'i kemi së shpejti, për ne nuk është diçka e keqe, sepse kemi edhe diku ku mundemi me shku në Amerikë. Donën e përshëndesin shumë edhe njëherë për fund, shumë kënaqësi që kemi punu gjithë këto vjetë bashkë. Ndërsa ne tani